E Kleva, keni thonë që do merrni goxha mandate në Vlorë. E bukur jo pyetja. Kjo pyetja më është bërë para disa ditësh nga një emision live. Ishte pjesa që më drejtohet pyetja nga gazetari sa mandate do të merrni. Dhe unë kam thënë pikërisht të fjalë, 71 pse jo. Që do të thotë, ne hym në një garë, pavarësisht që jemi me këmbë në tokë, Për të fituar. për të fituar. Tani, Në Vlorë? se 71, se 20, se 15, këte vendosin qytetarët. Në Vlorë? Vlora në këto ditë që unë kam qenë, Vlora dhe gjithë Shqipëria, në takime të përditshme me qytetarët, realisht kemi patur një suport dhe një mbështetje shumë të madhe. Gjë që gjej rastin, ti falenderoj gjithë shqiptarët. Sa mandate? 7, pse jo? 7 mandate në Vlorë, është një bazë shumë i fortë. Një nga bazet më të forta, 71 Shqipëria bëhet në gjithë Shqipërinë dhe 7 mandate në Vlorë. 7 mandate sen pak, është shumica e mandateve që ka Vlora. Bekim, unë do thoja diçka, po të marrësh listën e qarkut të Vlorës, ti do shikosh që qoftë PD-ja dhe qoftë PS-ja ka njerëz që janë totalisht e ezauruar, dhe po të shikosh atë listën e mbyllur janë xhaketa të vjetra që gjas po do sjellin risi të reja, po nuk kanë çfarë sjellin më, sepse janë ezauruar dhe nuk vinë me një program të ri. I kemi provuar dhe të PD-s, i kemi provuar dhe të PS-s dhe i provojmë në qeverisje, nuk kanë dhënë ndonjë gjë të re, përveç se ato tymnajës dhe fjalë baltosjes konkretisht të partisë së re, më të re, Nisma Shqipëria bëhet, duke na quajtur njerë bastuni i PS-s dhe nga pala tjetër duke na quajtur zogj. Po pra, dhe kjo nuk është e nga drejtë. bastun në zogj nga njëra anë, por duhet të jemi edhe disi realistë. Partia Socialiste ka Dhe unë do thoya Bashkinë këtë e që Vlorës, ne nuk jemi as zogjt dhe as bastujt, po ne jemi njerëzit që kanë dalë për shqiptarët dhe jemi shqiptarë që duhet të mbështetemi dhe jemi të rinj dhe të reja që duhet nesër të ndryshojmë këtë vend. Po sa janë të rinjtë të reja të Shqipëria bëhet? Sa është lista e antarësimit? Zyrtarisht të regjistruar, të antarësuar në databazin ton janë 6.000 që jetojnë në Shqipëri dhe 6.000 që jetojnë në diasporën shqiptare. Zyrtarisht, por ka dhe mbështetës të tjerë që ende nuk janë antarësuar, por na suportojnë realisht. Ku e keni mendoni mbështetjen më të madhe? Për aq kohë sa edhe mua më rezulton të paktën në këto shifra që thatë ju i bie që mbështetja më e madhe është në diasporë, sepse ndonë se në Shqipëri janë le të themi me shifrat zyrtare mbi 2.4 milion qytetarë, nga ana tjetër keni vetëm 6.000 antarë. Ndërkohë në diasporë që janë më pak, ky shiu sot më fal zot në pres, më kujton lumin e Vlorës. Lumin e Vlorës. Përfundimisht nuk mund da shiu dhe nuk mund da laguri. Kjo është bereqet. Bereqet. Po pra, 71-shi. Se jo. Me shi, isha edhe tjetë me djela atëherë, që të dalim... Sot qëllimisht, se latë qëllimisht sot për shi. Po të tregojmë, shiko, të tregojmë që ne nuk ka gjë që në ndalon. Kupto, as mua në punën time, apo as e Kleva në punën e saj dhe në rrugtimin brenda Lëvizja Shqipëria bëhet. Tani ka diçka. Çfarë ndodh nëse Shqipëria bëhet, nuk i merr 71 mandate, nuk arrin dot të fitoj as qoftë le të themi të dalë partia më apo forca më e votuar. Çfarë ndodh me Klevën? Unë do ta vazhdoj rrugtimin që kam nisur, gjithmonë gjërat nuk i kam lënë për gjysmë në jetën time. Kur kam nisur diçka e kam çuar deri në fund. Unë e besoj këtë të parti politike, që në ditën e parë që vendosa të behesha pjesë, më duk një mision. Siç unë kam profesionin që e quaj mision, dhe ndryshimi i politikës i Shqipërisë, i fytyrës së Shqipërisë kundrejt Europës, kundrejt gjithçkaje, duhet të ndryshojnë brenda fillimisht dhe pastaj të shfaqet jashtë. Dhe ndryshimi brenda është me figurat e reja politike. Duke qenë se edhe ju jeni figurë e re politike, Lëvizja po ashtu është një figurë e re politike, shpresoj të ketë edhe mendësi të re politike. A mendoni që kjo qeveri, qoftë në këto 12 vite, ka bërë diçka mirë? Qoftë edhe qeveria e Tiranës, që flasim, ndoshta zoti Velia, i cili sot ndodhet i arrestuar për hallet e veta. Fakti që gjithë kabineti i kryeministit Rama ndodhet sot në SPAK dhe duke hyrë dhe duke dalë brenda dyreve të SPAK-ut, tregon se sa rezultate, se sa i rëndësishëm ka patur pra qeveria Rama. Mendoni që s'ka asgjë të mirë? Asnjë arritje?
si qeveria thash, qeveria qendrore që është e drejtuar nga zoti Rama, por edhe qeveria lokale le të themi për Tiranën. Pastaj të kalojmë edhe tek Vlora. Tani të jemi dhe modest. Unë e thash, nuk mund të vjedhësh qytetarin. Ti duhet të investosh tek qytetari, por jo ta vjedhësh. Këta në kaq vite nuk është se kanë investuar dhe ato gjëra që janë bërë nuk janë bërë me cilësinë që duhej. Kështu që unë mendoj se... Do të dhe shembulli konkret ishte pjesa e rrugës që është sakatuar tashmë të liçeni edhe një herë brenda pak vitesh. Atlev, ç'mendim ke për Adriatik Lapajn? Mendim shumë pozitiv, është një person karizmatik, i cili nesër mund të jetë kryeministri i Shqipërisë. A është vërtet, të paktën në këtë që po flasim bashkë, që ke një lloj besimi të verbër më duket ndaj Lapajt? Jo, nuk është kjo. A e ka karizmën Lapaj për të qenë kryeministër krahasuar me dy figurat kryesore, Berishën dhe Ramën? Fakti që ne në takime të ndryshme qoftë brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, kemi patur njerëz, ndërkohë që ne nuk kemi as vende pune nuk kemi patur, as qeveri nuk kemi patur asgjë. Fakti që mblidhen dhe vinë, na dëgjojnë, na suportojnë, na mbështesin aq shumë njerëz, do të thotë se Adriatiku është person karizmatik. Okej. Karizmatik, mua në, le të themi, atë bot kuptimin tim, më duket që është thjesht një riciklimi politikës së vjetër nga ai. Pse? Dhe këtu do dalë te pyetja tjetër. A nuk mendoni se edhe Lapaj po tenton të bëjë të njëjtën gjë që bën Berisha Rama, pra qëndërzimin e figurës së tij politike dhe shumë pak ka shumë pak figura, le të themi, publike nga Shqipëria bëhet që ta atashohen me publikun dhe që në rast se ndodh që Lëvizja Shqipëria bëhet humb dhe nuk arrin do të ketë një rezultat pozitiv, ndoshta mund të marrë edhe vendimin ashtu siç ka ndodhur me partitë e tjera që janë krijuar themeluar si vendos të dorëhiqet. Unë nuk e mendoj që nuk do të kemi rezultat pozitiv. Neve pas 11 majit do të kemi një rezultat goxha pozitiv. Nëse rezultati është negativ, por nëse nuk do të kemi një rezultat pozitiv, antarësia do të kalojmë në zgjedhje dhe antarësia vendos se çfarë duhet të bëhet. Pikërisht, antarësia vendos çfarë duhet bëhet, pa e ka Shqipëria bëhet një lider tjetër karizmatik apo një lider që të ketë një karizëm të fortë. Këtë do ta tregoj koha. Do ta tregoj koha. Se sa do të tregoj koha, mbetet për të parë. Le të kalojmë tek Vlora. Po. Cila është ajo që Shqipëria bëhet mendon që është imediate për Vlorën, që duhet ndryshojë në qarkun e Vlorës, po ashtu edhe në Delvin ku ju jeni, Saranda, Delvina. Turizmi. Turizmi ka arritje. Nuk ka arritje. Kryeministri Edi Rama, të paktën për hir të së vërtetës. Po ta shkojmë turizmin. Numrat tregojnë që ka arritje në të gjithë vendin, që janë mbi 10 milion turistë që kanë hyrë në Shqipëri, se si janë këtu mbetet për të parë. Ne nuk kemi një turizëm cilësor. Nuk kemi një turizëm të shtrirë gjatë gjithë vitit. Pra, kjo është ajo që ne do të bëjmë, një turizëm të shtrirë gjatë gjithë vitit. Pjesa tjetër, ndarja territoriale ka patur goxha problematika, ndërkohë që dëgjoja para disa ditësh Blendi Çuçin, ai që e bëri ndarjen, ishte firmtari i ndarjes territoriale, po diskutonte për një rishikim të kësaj ndarje territoriale. Po, tani, rishikim të ndarjes territoriale. Ju thoni deri në këtë moment që thamë që si duket qeveria s'ka bërë asgjë përveç se gjërave le të themi të gabuara apo zgjidhjeve vjedhjes. Konkretisht për ndarjen territoriale, që unë mund të flas pikërisht për qytetin tim të lindjes Delvinën, denoncimi im i fundit ka qenë për shkak të ndarjes territoriale, numri i popullsisë është ulur, plus pjesa e qytetarëve që janë larguar nga qyteti nga pamundësia ekonomike dhe për një jetë më të mirë drejt Greqisë ose vendeve të tjera, ka bërë të mundur uljen e popullsisë dhe automatikisht zyra arsimore është mbyllur në qytetin e Delvinës dhe Delvina sot është... Në vërtet, erdhëm nuk e kishim për shi, për t'tregu që ne ecim shi, po na thuaj shiu, që t'i bëjmë? Tani, edhe një herë aty mbyllja e zyrës arsimore tregon që sot Delvina nuk ka një zyrë arsimore, ndërkohë që ne e dimë që Delvina është qyteti i Sulejman Delvinës dhe shumë personazheve të tjerë të rëndësishëm. Spitali. Në spital, spitali është kthyer nga një spital vërtet shumë i rëndësishëm në një qendër urgjence, ku nuk ka as ilaçe dhe është vetëm një doktor.
po të shkosh pjesën e spitalit, të lë për të dëshiruar ndërtesa dhe gjithçka. Kushtet.